12 herë 72 I bie 864.000 lek. Të gjitha të bashku shkojnë 2.160.000 lek rritje. Se ju me matematikën ju ka lënë ai mrapsh, se ju 7 vazhdoni, po janë 2.160.000 lek. Kjo është rritja e bërë për një pensioniste e cila ka punuar 42 vjet dhe sigurisht unë e di që pensionisti I vetëm ndër ju nuk ka hall rritjen e pensioneve se ka pagën e lartë. Ne flasim për këta 670.000 të tjerët. Për ata flasim ne. Ju keni hallin e pensionistit tuaj, unë I dua shumë pensionistët, ju referova në nëstime të dashur dhe ju referova 670.000 pensionistëve. Tani pa humbur kohë, se nuk po shkoj në shumë shifra të tjera, pa humbur kohë, ju lutem shumë, ta votojmë kërkesën tuaj për t'ju bashkuar debatit të buxhetit. Këtë ju kam thënë konferencë kryetarëve. Ky debat, minimumi etik, është pjesë e diskutimit buxhetit. Strategjia juaj për të marrë Jorida 10 minuta, për t'i bërë qefin, le të funksionojë kështu, vazhdoni, bini prapë mocione me debat, flisni 10 minuta, ndërkohë serioziteti I forcës tuaj politike vazhdon të konsolidohet si kurse u konsolidua ditën e hënë me 300 petrita në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Shumë faleminderit, I ftoj kolegët nëse reflektojnë debati për këtë çështje të bëhet përgjatë buxhetit, nëse nuk reflektoni, votën tonë e keni gati kundër këtu dhe të vazhdojmë buxhetin. Pensionistët presin pensionet. Faleminderit.